këtë koncept dhe këtë vizion për qeveri teknike. A është e nevojshme? Qeveria teknike duhet minimalisht krijohet në kushtet e një krize shumë të madhe të ekzistencës së vetë mazhorancës, jo të ekzistencës të opozitës. Pra, nëse mazhoranca është në fije të perit, apo nëse ka ose nëse sondazhet apo zgjedhjet e fundit elektorale para zgjedhjeve të përgjithshme e kanë çuar opozitën në shifrat e mazhorancës, apo e kanë ndarë 50 me 50 peshën politike në vend. Por ne tani shohim, unë s'po t'i citoj sondazhet se prap janë diskutueshme, ato që i zhvillojnë kohët e fundit, por prap ne shohim që kemi një opozitë që nuk është rritur as në leadership, as në pjesëmarrje në tubime, dhe unë këtë e them sepse është mund ta paraqisim një miting ne sigurisht e masiv ose madhështor ose kishte pjesëmarrje shumë të madhe. Por nuk është habi që një parti që ka 350.000 vota të mbledhë 3.500 veta apo 35.000 veta në shesh. Madhështia e opozitës do dukej nëse këto njerëz do t'i mblidhen në përrethë, nëse do kishte një frym në çdo qytet, nëse do kuptonte që Shqipëria nuk është Tirana, nuk është vetëm Tirana Shqipëria, janë edhe 60 bashki tjera që kanë problematika, kanë situata, që kanë demokrat, apo kanë dhe qytetarë të pakënaqur. Kështu që unë besoj që PD-ja vetëm e kërkon qeverinë teknike sa për të përfshirë në një proces dhe për të ngritur ato pikët e saj para mbështetësve, por nuk besoj se do t'i shërbente, sepse edhe kur e patën qeverinë teknike, prap akuzuan se këto xhaj kishin bler zgjedhjet para se do bënte qeveria teknike, i kishin nxjerr parat pra. Pastaj kur u shkëputën nga Basha, nxorën teori tjetër që